Rreshtet e fundit të shiut kanë përkeqësuar dhe më shumë situatën në kodrën e Krastës në qytetin e Elbasanit, pasi erozioni ka vazhduar të dëmtojë pyet dhe pisha tek kësaj kodre. Gjatë viteve të fundit, kjo kodër që ka funksionuar si një mushkëri për këtë qytet, ka njohur dëmtime të shumta, jo vetëm nga shkaqet natyrore, por edhe nga dora e njerëzit. Edhe drejtori i Drejtorisë Rajonale Pyjore në Elbasan, Luan Duzha, e pranon faktin se për shkak të mungesës së fondeve nuk mund të bëhet asgjë për të parandaluar dëmtimin e mëtejshëm të kësaj zone të rëndësishme të Elbasanit. Me keqave prap duhet të them domethënë që ky dimër si vjetëm ka rrëzuar përsëri domethënë goxha një numër të konsiderueshëm pishash, rrëzuar gjithsej rreth 218 copë drore. Është një shifër e konsiderueshme, vërtet një problem i madh për këtë. Tash kjo ka dy lloj mënyrash për të vendosur. Para është të rrethohesh e gjithë Krasta, ose duke investuar për të mbjellë. Të dyja janë shumë kushtueshme. Kodra e Krastës, që prej vitesh ka luajtur një rol të rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Elbasan, gjatë viteve të fundit e ka humbur pothuajse plotësisht funksionin e saj, pasi është dëmtuar dhe vazhdon të dëmtohet.